Dje në mëngjes rreth orës 8:30 minuta në udhëkryqin e rrugës së Ilindenit dhe rrugës Vëllezrit Miladinov në Tetov ka ndodhur një aksident komunikacioni, në të cilin kanë marrë pjesë një automjet i tipit Ford Transit me targa të Tetovës, të cilin e ka drejtuar 57 vjeçari me iniciale SS nga Pallçishti i Poshtëm dhe një 20 vjeçar këmbësor me iniciale IR nga Tetova. Nga goditja, këmbësori si pasojë ka marrë lëndime trupore dhe me anë të një automjeti tjetër është dërguar në Spitalin Klinik të Tetovës, ku i është ofruar ndihmë dhe më pas është lëshuar për mjekim shtëpiak. Është kryer hetim në vendin e ngjarjes dhe po vërtetohet shkaku dhe detajet tjera që ndërlidhen me këtë aksident. Fillimisht si shkak është mosrespektimi i semaforit. Mbrëm rreth orës 20:20 minuta në autostradën Shkup-Tetov në afërsi të mbikalimit të Dëbërcës, një veture tipit Shkoda me targa të Shkupit e drejtuar nga 39 vjeçari me iniciale BSH nga Shkupi, ka dalur nga rruga dhe si pasojë ka goditur një qenë ndacak. Nuk ka të lënduar nga ky aksident përderisa dëmi i shkaktuar material vlerësohet të jetë rreth 10.000 denar. Si shkak për këtë aksident dhe një numri të madh aksidentesh tjera të shkaktuara nga kafshët në autostradën Gostivar Tetov-Shkup, është autostrada e pasiguruar si dhe lëvizja e lirë dhe e pakontrolluar e qenëve në autostradë. Mbrëm rreth orës 1:40 minuta në rrugën e Ilindenit në Gostivar është arrestuar 39 vjeçari shtetas i Shqipërisë me iniciale AT për shkak të hyrjes ilegale dhe qëndrimit të palajmëruar në rajon. Ai këtë vit 2 herë ka qëndruar palajmëruar, po atëherë është deportuar në shtetin Am, nga ku sërish ilegalisht ka hyrë në Republikën e Maqedonisë. Shtetasi shqiptar është mbajtur në stacionin policor të Gostivarit dhe do të dorëzohet në sektorin për kriminalitet ndërkufitar, migracion të huaj dhe riadvesim për procedurë të mëtejshme.